Dhe populli shqiptar duhet na japin e mundësinë. Mua që shkoj edhe trokas atje derë në derë dhe të gjithë ne i themi pat, ishte vot për Europën. Vot për Europën e konfirmuar. Dhe këtu s'ka rëndësi fare, jo më pëlqen Edi Rama, s'pëlqen Edi Rama, jo po se ke rruga ime, kanali nuk u bë, se ju bë kanali ati tjetrit, jo po se Arifi nuk unë foli kur kaloi ke liqeni. Këto janë gjitha shumë të rëndësishme. Por ama, këto nuk janë asnjë gjë në krahasim me këto që po flas, sepse ky është shpëtimi ynë kombëtar. Është shpëtimi kombëtar nga hijet e historisë tonë. Ne nuk na janë ndarë hijet e historisë tonë. Dhe po ju jap një shembull shumë thjesht. Ne sot, për herë të parë, si popull, si milet, që kur u ndam nga Perandoria Otomane, kemi kaluar në lloj-lloj rrugësh, kemi jetuar në lloj-lloj sistemesh dhe regjimesh, për herë të parë kemi një situatë ku barazia para ligjit duket mundësi reale. Për herë të parë. Për herë të parë, sot populli shqiptar shef njerëz lidhur me pushtetin politik që merren, hetohen nga prokuror pavarur, gjykohen nga gjykatës pavarur, nuk ka rëndësi fare se çfarë mund të ketë brenda këtij procesi, gjëra që nuk shkojnë, gjëra që janë çuditëra në vete, por kjo s'ka pikë rëndësie. Për herë të parë, dhe kjo është ana historike e çështjes. Tani si kujtoni ju dhe ne nuk do t'i lëmë shqiptarët kujtojnë se kjo punë u krye, se doli Altin Dumani. Nuk është puna se doli Altin Dumani, që ka të gjithë respektin dhe solidaritetin tim dhe ton për punën që bën, por edhe për sulmet kafshërore që ka marrë familjarisht e kërcënimet e të gjitha bashkë me, jo të gjitha atje, po me një pjesë prokurorësh atje. Altin Dumani ka qenë aty. Prokuror nuk e di sa vjet ka, dhe virtytet s'besoj se i erdhën nga reforma. I ka pas, se njerëzit o i kanë ose i kanë. Pse nuk thiri Altin Dumani në i politikan gjitha ato vite që ishte prokuror, të triste, të shajde këtu jetë. Pse nuk e jetoj? Pse nuk doli në gjykatës që thoshte, bjerë më tu Altin se do ta gjykoj unë? Zero. Jo thirur, jo hetuar, po as thirur. Sepse nuk është çështja e Altinit, apo e X-it, apo Y-it, është çështja e shpatës. Nuk kishte shpatë në dorë Altini. Shpatën në dorë e kishte pushteti politik. Atë shpatën. E kam thënë masirni atë, mos mandani atë zonjën e drejtësisë, se më mbyll e keni këtu, që kërkojnë që. Atë shpatën që ka në dorë zonja e drejtësisë, që është statuja simbol historikisht e drejtësisë, e mbante në dorë pushteti politik që nga 1912. Zogu mreti e kishte shpatën e drejtësisë dhe thoshte e merte gjykatësin të shma kapi qikte. Ky po më lu bishtin, mere fute që në burg. Pastaj nuk diskutohet në kohën e diktaturës komuniste, dilshin ministrat armiq edhe ishin prokurorët e gjykatësit që mershin urdhrin edhe e kishin ata shpatën në qafë këtu. Pastaj, i fundit i burgosur politik për turpin e botës në Shqipëri, ishte mbasi shqiptarët votun Liri Demokraci, Fatos Nano. Pse? Se shpatën e kishte Bufi Knetës. Dhe atere shumicës i dukej sigurisht e oqean Këneta. Më pas,
u kalp fare situata, këtu u vran njerëz në rrugë, protestus, komplet të pafajshëm, bjerë këtu, ja, shpata. Këtë shpatën këtu, të zonjës drejtësisë, nuk e ka pas drejtësia shqiptare. Peshoren jo, peshoren dhe sot e ka të lëkundur, se kemi njerëz më të rëndësishëm këtu që kanë telefonata për të bërë. Edhe sytë e mbyllur nuk i kanë akoma, nuk diskutohet se shofin, por ama prokuroria duhet fillu nga spagu. Shpatën e ka të vetëm. Dhe kjo është vetëm vullnet i yni. Tani, pse unë them që hyrja në Bashkimin Evropian është shpëtim? Edhe për këtë, për barazim para ligjit. Sepse ja ku jemi sot. Vjen 11 maj, ne i themi shqiptarëve votoni këtu, që shpatën të vazhdoj ta ketë drejtësia dhe mos vita marri pushteti politik prapë. Sepse nga ana tjetër, Këneta i thot, nëpërmjet bufit dhe gjithë kukumjaçkave, i thot, ne në datën 12 do të çlirojmë TikTokun dhe do shkrim spakun. Pra nuk është e garantuar. Shqipëria, nuk janë garantuar shqiptarët që çfarë ndërtohet sot nuk prishet nesër. Se këtu nuk është rasti që Kalaja Rozafës është mit legjendë shqiptare, nuk është legjendë franceze. Ndërtot ditën dhe prish natën. Ndërtoi Dashsula Shkret gjithat partia atje në Beqin, edhe i shkunja prishën natën. U gdhin mjes, ja kishin marrë partinë. Ja vodhën partinë natën. Dashsulës. Gjitha jo partia atje, nga ngel të shi. Zdijet kush do t'i haja do kokra gruni, se Gjeli Dedit meti pa parti. Se unë për veten time Gjeli Dedi e kam kompliment, se është në fushë tatë, se tjerët janë në luc. Se mund të fushë qatë dush për atë, po ato që ka i ka. Futja në Bashkimin Evropian e bën të pamundur, komplet pamundur që dali buf Kërnete, apo dali një skifter, apo dali një dhelpër, apo dali një ujk, apo dali një kal qyqe nesër, e të thotë jo se do a kthejmë në mbrapsh. Nuk kthehet më mbrapsh. Atje garantohet që s'ka më, sepse futesh në një familje, bën krushqi me një familje të madhe që nuk të le me lujt më. Nuk të le me si që janë këtu. Familje në Kala që nuk le me lujt, e di e visi. Nuk të le me lujt më. Kjo është BE-ja. Dhe për këtë i duhet shqiptarëve. Që të mbyllet ky film, jo po kush e do drejtësinë, do ky e do ai, kush e kontrollon, kontrollojnë këta, kontrollojnë ata. Jo po Rama po bën kështu, jo po ai tjetri po bën. Këto mbarojnë. Ama sa pa u fut atje, ka shumë rëndësi se kush qeveris këtu. Ka shumë rëndësi se kush qeveris këtu. Dhe unë marrë shembullin e TikTokut. Kur ne bëm këshillimin me 65.000 prindër dhe mësues, 95% e tyre thonë mbyllet TikToku. Tani 95% nuk janë socialistë. Shumë më tepër se 5% janë demokratë që kanë mbet jetim, por që prap s'kan ku shkojnë edhe rrinë atje mas Kënetës, gjëjnë zhurma atje. Janë dhe të tjerë që nuk votojnë për ne. Por ama pse? Sepse menduan si prindër. Nuk menduan si demokratë si socialistë. Dhe pavarësisht se isha unë që shkoja në për ato takime, ato ishin lloj-lloj. Nuk e kishin mendjen fare ke partit. Nuk i dukesha unë fare si gogol i palës tjetër. Po më shifshin si njeriu që ka drejtimin e qeverisë dhe përfaqësuesin e qeverisë që ka mundësi t'i shpëtoj nga ajo mortje që ishte fut fëmijëve në trup.